e kemi edhe kryetarin e Prishtinës Përpajrim Rama, I cili jam I bindur që këtë vit atje nuk po qëndron as si tifoz, as si spektator, por ka një mision tjetër. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Besoj që atje këtë vit jeni për të parë gjithë procesin e organizimit dhe për të parë gjithçka që bën ky shtet në organizimin e këtyre lojrave, që të marrim shembuj qoftë të mirë, qoftë edhe ato që ne nuk duhet I bëjmë në organizimin e lojrave në vitin 2030 që do t'i kemi në Prishtinë, apo jo? Po, faleminderit shumë. Këtu jemi të mësojmë prej Tarantos, faktikisht. Nesër, po ashtu edhe kemi prezantimin tek ICMG, tek International Committee of Mediterranean Games, ku edhe do t'i prezantojmë të arriturat e deritanishme që për përgatitjet për lojrat mesjetare 2030. Pra, po ashtu, I takojmë edhe ekipet e Tarantos këtu. Jemi po ashtu dhe me, siç e thekët edhe ju vetë, me 163 sportistë të cilët kanë ardhur prej Kosovës, që urojnë që t'i kemi 163 medalje. E dini që Prishtina tash 2 vite është duke punu intensivisht edhe jemi të përgatitur, kemi qenë të përgatitur edhe ka qenë një moment historik që Prishtina edhe ka fitu me qenë një koqir I lojrave mesjetare 2030. Pra kjo është një mirë jo vetëm për kryeqytetin, po për Kosovën e gjithë shqiptarinë, sepse për herë të parë edhe lojrat mediterane po bëhen edhe si një bashkëpunim mes dy shteteve, pra mes Kosovës edhe Shqipërisë, ku edhe Durrësi përdoret si një pjesë për lojrat mesjetare të sporteve me ujë. Prandaj falenderoj edhe një herë kështu publikisht që na kanë mundësu këtë bashkëpunim edhe Federata Olimpike e Shqipërisë. E këtu, po them, jemi që të mësojmë nga Taranto pikat kyçe të cilat I kemi mësu është që mos me lënë gjanat me u zhagit. Pra tash jemi 2 vite në proces, Prishtina është e gatshme që 2 vite jemi në pritje edhe prej niveli qendror që të kemi një bashkëpunim më të mirëfill, pra t'i kryejnë edhe ata punët e tyre, pra kemi bërë masterplanin për fshatin olimpik, për gjitha zonat të cilat duhet me u zhvillu që me pas me qenë një koqir sa më të mirë për lojrat olimpike në vitin 2030. Pra kemi më pak se 4 vite ta. Duhet të bëhemi gati për vitin 2029, ende kemi kohë, po duhet të punojmë së bashku me një intensitet shumë më të lartë. Kemi edhe të rezervuar 253 milion nga niveli qendror për investime për përgatitje për lojrat mesjetare. Po e shihni që Prishtina në aspektin e infrastrukturës jemi duke punuar shumë, aspektin e transportit urban, në aspektin e shëndetësisë, po ashtu edhe të përgatitjeve të hapësirave për lojrat mesjetare, pra jemi me intensitet të shtuar duke punuar. E presim po them edhe një performancë më të mirë edhe për nivelin qendror. Para diskutim që këto lojra nuk është që përfaqësojnë vetëm kryeqytetin, përfaqësojnë komplet shtetin dhe në këtë aspekt besoj që zikur më parë duhet jemi të bashkëpunues dhe të bashkuar për të sjellë diçka të mirë dhe për të realizuar diçka me sukses, që pse jo të jemi edhe shembull për vendet e tjera deri në këto momente, si ka qenë bashkëpunimi dhe sa mund të themi që ka penguar në proces të punës, zhvillimet politike në vendin tonë, ku e dim që jemi akoma pa institucione funksionale. Po, mendoj që kemi pas mundësi të bëjmë shumë më shumë. Tash, për thënë, Prishtina I ka kryer të gjitha obligimet e veta, tash 2 vite ne jemi një farë mënyrë në pritje. Tash edhe është krijuar në fund edhe OCMG, pra Organizing Committee of Mediterranean Games, Këshilli organizuesi I lojrave mediterane, ku edhe duhet të intensifikohen tash edhe zhvillimet, planifikimet edhe ndërtimet faktikisht të hapësirave të cilat I mundsojnë që lojrat mesjetare të Prishtinës 2030 të jenë më të mira të mundshme. Pra në këtë intensitet që jemi duke shku deri tani, po them Prishtina tash 2 vite është e gatshme, po e presim edhe krijimin e qeverisë, e cila e mundson ndoshta edhe një intensitet të shtuar të transformimit të Prishtinës dhe të komunave tjera, sepse nuk është vetëm Prishtina, pra lojrat do të ndodhin edhe në disa pjesë tjera të Kosovës, e po ashtu edhe në Durrës, siç e theka, prandaj duhet një bashkëpunim I mirëfillt mes të gjitha institucioneve.
Pa diskutim, por kryetar, doja të flisni pak edhe për mënyrën se si është projektuar gjithçka. Kemi edhe objekte të cilat normalisht do të ndërtohen nga zero, por që i shohim që akoma nuk kanë filluar, por i kemi edhe 4 vite para, uroj që të jenë të mjaftueshme që gjithçka të përfundoj kur lojrat të jenë kur do të bëhet organizimi i lojrave në vendin tonë. Por sa i përket projektimit, doja të flisni pak edhe për mënyrën se si është menduar. Planet janë besuar arkitektëve themi vendor, kemi ndoshta edhe figura ndërkombëtare. Si është bërë çështja e planifikimit për ndërtuar gjithçka, është e nevojshme për zhvillimin e këtyre lojrave? Po tash kemi një ekip profesionale nga Britania, të cilët kanë një eksperiencë të mrekullueshme për organizimin e lojrave në vende të ndryshme, pra me dekada të tona. Edhe në atë aspekt, në aspektin e planifikimit, në aspektin e logjistikës, tash jemi në një pozitë të mirë. Dikur rreth 70% të lojrave mezetare mediterrane do të ndodhen në kryeqytet, derisa 30% edhe në pjesë të tjera të Kosovës, e po ashtu edhe lojrat të ujit në Durrës. Jam optimist, po them, nëse tash ashtu bashkëvendohemi edhe ecim përpara duke i tejkalu këto ndryshimet politike që për fat të keq ende po stagnojnë zhvillimet në Kosovë. Pra edhe mos krijimi i qeverisë është një farë stagnimi, uroj që të kemi tash qeveri të krijuar edhe të punojmë intensivisht që në vitin 2029, pra një vit para lojrave mezetare, të kemi të gjitha hapësirat të gatshme, sepse ato edhe duhet të testohen edhe të mundsojmë që Prishtina me shkëlqy në glob, pra në nivelin e platformën globale, sepse kemi një mundësi, pra është mundësi historike, është mundësi madhore, prandaj duhet të tejkalojmë këto egot politike, partijake tjera, të bëhemi bashkë dhe të punojmë që ta qesim edhe Prishtinën, edhe Kosovën, edhe gjithë qytetarinë pra në një pedestal dhe të tregojmë që mundemi. E kemi tregu këtë përpara me manifesta vjenare, tash kjo është një niveli edhe më të lartë, unë besoj dhe jam shumë optimist që do ta bëjmë këtë edhe me Prishtina, me lojrat mezetare të vitit 2030. Është menduar pra dhe objekte të cilat do të ndërtohen pikërisht për shkak për të mundësuar lojrat olimpike që shfrytëzohen edhe pas këtyre lojrave kryetar, domethënë ato objekte që do ndërtohen, ato fusha që do të ndërtohen. Po këto, po them, ne kemi planifikuar fshatin olimpik edhe para se me ditë që do të jemi një koqet të lojrave mezetare, për arsye se janë më së nevojshme për qytetarët e kryeqytetit dhe për gjithë Kosovën, pasi që Prishtina është kryeqytet. Po ashtu edhe infrastrukturën si unaza e kryeqytetit, e cila për fat të keq tash 4 vite është bllokuar nga niveli qendror, uroj që të zhbllokohet. Pra mos bllokohen projektet madhore për çështje politike, por të bashkëpunojmë dhe ta krijojmë infrastrukturën e cila na ndihmon që të kemi lojrat mezetare të mrekullueshme dhe jo vetëm. Pra gjitha kjo infrastrukturë na duhet ta zhvillojmë shoqërinë tonë, të rinjtë tonë, t'ju japim mundësi shtesë që edhe pas lojrave mezetare të jemi një koqet pastaj të eventeve të ndryshme si në futboll, basketboll, në handball, në judo, lojra të ndryshme të cilat pra kemi të gjithë 28 sporte përafërsisht që do të ndodhen në vitin 2030 në lojrat mezetare. Pra kemi një mundësi të artë që të zhvillojmë kapacitet edhe njerëzor, pra rinin ton, po edhe infrastrukturor me hapësira të ndryshme që janë më së të nevojshme për vendin ton. E di që di që dojmë, di që mujmë, pastaj vetëm duhet të punojmë së bashku. Kjo na mundon, në bashkëvendim, e besoj që edhe këtë do ta bëjmë për të mirën e Prishtinës, Kosovës e të gjithë shqiptarisë. Kryetar, uroj edhe unë ashtu që të i kalojmë sa më shpejt gjitha këto mund të themi mos marrëveshje, gjithë situatën politike, që të mos vonohemi për të bërë gati për këto lojra mezetare që të organizohen në vitin 2030 në vendin tonë. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim, shumë suksese atje, uroj të na vini me sa më shumë medalje. Faleminderit shumë, uroj edhe unë që të kemi më shumë se 163 medalje, së paku nga një për secilin sportist. Urojmë dhe një ashtu, faleminderit shumë. Çdo të mirë.